Ndonjëherë jeta na çon që të bëjmë gabime të ndryshme. Jetojmë në një botë ku njeriu është gabimtar dhe falet nga Zoti. Por Zoti në këtë jetë ka dhënë prindërit, zëvendësuesit e tij, që të mësojnë fëmijët që edhe kur të bëjnë gabime t'i falin. Ne nuk jemi jo gabimtar, mund të gënjemi pas paras dhe mund të bëjmë gabime, mund të gënjemi pas fasionimit të bukurës dhe mund të bëjmë gabime. Çdo njeri gabon, por kur ne kemi një dorë që në çdo gabimin ton nuk na lëshon, atëherë ne bëhemi më të gatshëm për t'i dalur përpall jetës edhe për ta ndaluar gabimin. Dhe pikërisht, sot do të ndaj një histori të një babait hero që ka bërë për fëmijën e tij. Dëgjoni. Unë nuk kam qenë kur mjeshtre në të shprehur. Fjalët më shpesh më ngatrohen në kokë dhe më ngelen në gryk